Tani, është shumë e rëndë kur shikon që kuvendi drejtohet me SMS që vin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe jo me rregulloren me cilën është bazuar funksionimi i tij. Pse po e them këtë? Unë nuk kam fyer askënd ndaj atë vërejtjen tërhiqe, zoti kryetar. Pse? Unë kam përmendur një term, ignorant. Termi ignorant në fjalorin shqip zbërthehet një njeri i cili nuk ka dieni për një çështje të caktuar. Është ignorant në atë fushë. Zotria është ignorant në fushën e ligjit dhe vazhdoj t'ja them që është ignorant në fushën e ligjit. Ky nuk është fyerje. Por ju zotri, atë që e thash unë aty, pa mikrofon, e dëgjuat, nuk e dëgjuat ju, e dëgjoj SMS-ja që erdhi, dhe nuk dëgjuat që ai ju drejtua zagar deputetëve të opozitës. Dhe kjo ishte live në sy të gjithë shqiptarëve. Unë e kuptoj shumë mirë. Unë e kuptoj sepse që ditën që në këtë kuvend është përmendur gjaku i Ravik Gurrës, ai nuk ka qetësi. Dhe kjo nuk është faji jonë. Po pse? Sepse është përmendur në sallën e gjyqit. Në sallën e gjyqit është përmendur edhe në përpërgjime që Ravik Gurra dhe gjaku i tij s'do ta lën kurrë të qetë. Unë jam deputet i opozitës, detyra ime është të mbroj interesin publik, pavarësisht se disa gjyqtarë për prokurorë të cilët i promovuan se mbyllën çështjet e Ravik Gurrës, por ne kemi detyrë që shqiptarëve dhe interesi publik t'ju rrim këtu për t'i mbrojtur, sepse gjaku i një njeriu avokatit pafajshëm të vrarë le pa gjumë dikën këtu të ju, ta përfundoj fjalinë. Kjo nuk është çështje e të tjerëve, është çështje e juaja. Kjo është edhe çështje ligjit. Por ligjin e keni shtrembruar se jeni maliqi. Jo gjithmonë do mund ta shtrembroni, ama unë këtu do të rri gardian i interesit publik për zbardhjen e vrasjes së Ravik Gurrës dhe atyre që kanë urdhëruar dhe që janë pas saj. Dhe çdo qytetari tjetër. Faleminderit. Faleminderit.